Ethet elektorale kanë përfshirë partitë politike në vend, ndërsa brenda të mërkurës të gjithë duhet të dorëzojnë listat e kandidatëve në KQZ. Në kampin socialiste, Edi Rama ka paralajmëruar një uragan politik duke përfshirë të rinjt në listat e mbyllura dhe duke lënë veteranët të garojnë mes tyre në listat e hapura. Por si çdo furtunë ka dhe disa emra që dalin më shumë në sipërfaqe. Një ndërtar zëvendës ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Seno Klosi. Kjo kandidaturë ka shkaktuar rabi jo vetëm brenda radhëve socialiste, por dhe në opinionin publik. Klosi është aktualisht në hetim nga SPAK për 4 vepra penale: korrupsion, shpërdorim detyre, mashtrim dhe falsifikim dokumentash. Klosi është një nga njerëzit më besnik të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke shërbyer në disa poste strategjike dhe sipas të dhënave, duke lënë pas dhe një sër dëmësh ekonomike. Por kush e mbron Klosin? Sigurisht ai nuk u shkarkua, madje përkundrazi, u mor në mbrojtje nga shefja Balluku, e cila për të forcuar këtë mbrojtje duket se synon ta marrë me vete në listat e Partisë Socialiste në Fier. Por përse Belinda Balluku nuk e shet Seno Klosin? Kjo është një pyetje për $1 milion. Çfarë kontributi politik ka ai për të merituar një vend të sigurt në listë, apo ndoshta këtë marrëdhënie shefe vartës ka diçka më shumë se thjesht profesionalizëm dhe besnikëri politike? Nëse ka diçka të qartë, është fakti që Seno Klosi nuk ka një lidhje organike me Partinë Socialiste, madje përkundrazi, ai mund të rezultojë një faturë shtrenjtë për socialistët e qarkut Fier.